Dhe tani ishin në garë se cila krijesë është më e ngritur. E Allahu po i pyet tani melekët mbi emrat e disa gjërave, çka ato nuk i dini. Dhe ato thanë, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. O Zoti jon, po ne çka mund të dim vetëm se vetëm ato çka ti ne na e ke mësuar. Ne nuk dim diçka tjetër. Ti je ai i cili je i gjithdijshmi dhe i urti absolut. E Allahu i madhëruar atëherë po e urdhëron Ademin alayhis salam, qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim. O ti Adem, tregohu pra melekëve mbi ato gjëra çka unë i pyet ato, tregoju sepse ti i din ato gjëra. Dhe kështu pasi u dha përgjigja nga Ademi alayhis salatu wassalam, e urdhri i Zotit sepse tashmë u diferencua kush është krijesa më e lartë. Pra ishte Ademi alayhis salam me çka e ngriti Allahu i madhëruar? E ngriti me dituri, e ngriti me edukat. Edukata është ajo çka e ngren njeriu më lart se melekët. Dija është ajo çka e ngren njeriu më lart se melekët. E që neve fokusit duket ta kemi këtu, dhe kontributi jonë duket me qenë i vazhdueshëm në këtë drejtim. Dhe kjo është thirrje për të gjithë prindërit, që të merren më tepër me edukimin e fëmijëve të tyre, të mos jenë fëmijët e tyre pengesë e shoqërisë, të mos jenë fëmijët e tyre problemi i shoqërisë, sepse një pjesë e përgjegjësisë nga problemi i tyre shkon tek prindërit, të cilët nuk janë angazhuar për ta edukuar si duket fëmijën e vet. E në këtë rast me çka u ngrit Ademi alayhis salam, u ngrit me dije dhe edukat, dhe si rezultat i saj Allahu i madhëruar i urdhëroi melekët për t'i rënë në sejdë atij. I urdhëroi melekët për t'i rënë në sejdë kujt? Ademit alayhis salatu wassalam. Fasajadu. Dhe ato të gjithë u përulën. Melekët rënë në sejdë para Ademit alayhis salatu wassalam. Dhe kjo ishte në shenjë respekti për ta zbatuar urdhrin e Allahut të madhëruar. Illa iblis, përveç se shejtani i mallkuar, përveç se iblisi ai nuk ra në sejdë. E pse nuk ra në sejdë? Aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Ai urdhri të Zotit ju bë kryelar. Ai urdhri të Zotit ju bë dhe i doli përballë se ti gabove me këtë urdhër çka dhe. Sepse është dashur Ademit më bie në sejdë mu, dhe jo unë me i ra në sejdë këtij. Pse? Sepse ti pra khalaqtani min nar, më krijove mua nga zjarri, e zjarri është i pastër, wa khalaqtahu min tin, dhe e krijove atë nga dheu, e krijove atë nga lloçi. E si mundet unë ka zjarri i pastër, një krijesë që kam adhuruar gjithë të kohë, i bie në sejdë asaj krijese që tash u krijua, i bie një sejdë e cila është krijuar në një krijesë që është krijuar nga lloçi e që nuk është i pastër si unë. Pra u bë ai kryelar, aba wastakbara wa kana min al-kafirin, u bë kryelar për urdhrin të Zotit xhelle xhelaluhu wa xhelle shanuhu, dhe e mohoi urdhrin e Allahut të madhëruar. Fa khuruj minha, e Allahu i tha, largohu nga prania ime, largohu nga rahmeti im, fa innaka rajim, largohu sepse prej tash ti je i përjashtuar nga rahmeti im, ti je i përjashtuar dhe i mallkuar deri në kiamet.